Bashkia e Vlorës i kushton një rëndësi të veçantë në buxhetin e vitit 2026 investimeve që kanë interes të madh social dhe ekonomik. Një fakt i tillë u konfirmua në mbledhjen e Këshillit Bashkiak nga kryebashkiakja Brunilda Mersini. Numri 1 i Bashkisë së Vlorës tha se punët publike që kanë impaktin më të madh, por kanë gati edhe projektet e realizuara, do të jenë në fokusin e Bashkisë së Vlorës për të çuar deri në fund. Ne kemi vendosur prioritet investimeve që kanë impakt më të madh social edhe ekonomik dhe pa diskutim që nuk përjashtohen nga kërkesat edhe për buxhetet e tjera, sepse kuptohet që kur vjen një kërkesë, kërkon kohë për bërjen e projekteve. Edhe duke qenë se koha ishte shumë e shkurtër, ne kemi parë prioritet gjitha punët publike të cilat kanë impaktin më të madh, por kanë dhe projekte të realizuar. Një investim tepër i rëndësishëm që Bashkia e Vlorës pritet të realizojë me buxhetin e vitit 2026 është ndërtimi nga e para i shkollës Ismail Qemali. Godina aktuale do të shembet për t'ia lënë vendin një godine të re mjaft moderne me 4 kate dhe një kat nën tokë, ndërsa e vetmja që do të qëndrojë nga godina ekzistuese është palestra. Inxhinieri pranë zyrës urbanistikës Eduard Beqiri ka prezantuar projektin përpara këshilltarëve, ndërsa thas do të jetë një ndërtim bashkëkor me të gjithë elementet e infrastrukturës. Projekti i shkollës Ismail Qemali parashikon prishjen e objektit ekzistues me përjashtim të palestrës dhe të kopshtit. Ndërtesa është 4 katëshe me një kat nën tokë, sipërfaqja totale është 4443 metra katror, ndërsa sipërfaqja e katit nën tokë është 191 metra katror dhe është parashikuar për gjithë këto instalime teknike që parashikon gjithë sistemi i ndërtimit gjurma e verdhë, gjurma e verdhë është e re, Atëre, në vlerën totale që parashikonte preventivi, është i parashikuar dhe mobilimi. Pra, kur llogaritim koston e ndërtimit, duhet që asaj vlerës totale t'i zbresim vlerën e mobilimit, që është rreth 35 milion të reja, kështu që kostoja e ndërtimit vete tek 72.000 lekë të reja. Dhe aty është parashikuar i gjithë, pra duke qenë një investim i ri, është parashikuar me sistemin kapot, me sistemin e ngrohjes, pra të gjithë që parashikon një ndërtim bashkëkor. Bashkia e Vlorës ka aplikuar pranë qeverisë edhe për mbështetjen për hapjen në Vlorë të një qendër multifunksionale për fëmijët me aftësi ndryshe. Po ashtu Bashkia e Vlorës rëndësi do t'i kushtojë me buxhetin e vitit 2026 edhe mbështetjes së projekteve të rinjve me ide për zhvillimin e qytetit, ndërsa institucioni vendor tashmë ka krijuar edhe një zyrë shërbimi për të huajt që është në funksion të jetesës së tyre në qytetin përgjegjëtar, por edhe të zhvillimit të turizmit. Aktualisht është hapur thirrja në Bashkinë e Vlorës për startup për të rinj, duke patur prioritet kryesisht në fushën e turizmit, duke krijuar një faqe interaktive, pra janë disa fusha në të cilat mund të sjellin propozime për startup dhe besoj se në fund të javës mbyllet thirrja dhe të ngrihet një juri që do të vlerësojë pikërisht këta të rinj që kanë sjellë ide për startup për zhvillimin e qytetit. Për të vijuar më tej me propozimin tuaj, duke marrë në konsiderat që Vlora tani më jemi të vetëdijshëm që është një realitet i ri në fushën e turizmit, është krijuar një zyrë në bashkëpunim me IOM, me organizatën IOM, në cilën ofron one stop shop shërbim për të huaj, që do të thotë të huaj të vinë në bashki dhe marrin të gjithë shërbimet e nevojshme dhe detajohen se cilat janë mundësitë që mund të shkojnë për të bërë aplikimet e mëtejshme, për të marrë pra marrin udhëzimin dhe gjithë paketën e informacionit për të qenë rezident në Bashkinë e Vlorës.